Shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt u përcoll me shumë vëmendje në mbar botën. Lidhshmëria e këtij akti u komentua jo vetëm kur udhëheqja e Kosovës ndërmori atë, por vazhdonte jetë edhe sot temë debatin e çarçet ndërkombëtare. Po ç'në ndikim do të ketë ky akt në të ardhmen e të drejtës ndërkombëtare? Kësaj pyetje u përposhti përgjigje shoqata amerikane për të drejtën ndërkombëtare në një diskutim të drejtuar nga juristi i njohur ndërkombëtar Richard Goldstone. Zoti Goldstone, i cili në vitin 1999 kryesonte një komision për hetime mbi Kosovën, tha se komisioni doli qysh atëherë me propozime për statusin politik të Kosovës. Në atë kohë ne rekomanduam një zëri pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën, sepse mendonim se nuk ishte as e drejtë dhe as e ndeshme që të kërkonim nga kosovarët të ktheheshin në qeverisin e Beogradit, duke pasur parasysh se si ishin trajtuar ata nga Serbia. Por propozimi u kundërshtua nga Rusia, e cila kërkonte ruajtjen e sovranitetit të Serbisë mbi Kosovën. Zoti Goldstone thotë se këtu kishte një kontradikt, pasi Rusia kërkonte ruajtjen e sovranitetit serb mbi Kosovën, ndërkohë që OKB-ja do të dërgonte një mision për administrimin e saj. Rezoluta 1244, e cila u bë baza ligjore e misionit të OKB-s në Kosovë, ishte një nga temat kryesore të diskutimit në konferencë. Paul Williams, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin Amerikan në Washington, tha se rezoluta 1244 nuk e ruan sovranitetin serb mbi Kosovën. Nëse i bëhet një analizë e kujdesshme rezolutës 1244, aty nuk thuhet që Republika Federale e Jugosllavisë duhet të pyetet nëse Kosova mund të bëhet e pavarur ose jo. Shpallja e pavarësisë së Kosovës, sipas zotit Williams, nuk paraqet ndonjë precedent, sepse në 15 vitet e fundit, të paktën 27 shtete janë bërë të pavarura pa pëlqimin e vendeve, pjesë të cilave kishin qenë dikur. Ndërkohë John Bollinger, këshilltar ligjor në Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili paraqiti në diskutim qendrimin zyrtar amerikan, tha se Shtetet e Bashkuara do të donin që të arrihej një rezolutë re mbi statusin e Kosovës, por kjo nuk ishte e mundur për shkak të Rusisë. Ai nuk mendon se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte një proces i njëanshëm. Ky nuk ishte një proces i njëanshëm, por një proces i cili përfshinte shumë vende që punuan për arritjen e kësaj zgjidhje, thot ai. Akti i shpalljes së pavarësisë së Kosovës vazhdon të debatohet. Siç u shpreh një nga analistët në pjesëmarrës në këtë debat, kosovarëve u mbetet të bëjnë një punë të madhe për të luftuar mitet që janë krijuar rreth shpalljes së pavarësisë. Zoti Williams i tha zërit të Amerikës se qeveria e Kosovës nuk duhet ta anashkalojë këtë debat. Ky është një debat shumë serioz ku qeveria e Kosovës duhet të angazhohet në mënyrë aktive. Ka një numër mitesh të cilat po krijohen tani, të cilat e kundërshtojnë njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Thuhet se rezoluta 1244 nuk e lejonte pavarësinë, se pavarësia është një vendim i njëanshëm e të tjera. Të gjitha këto, thot ai, janë mite. Për zërin e Amerikës, Ilir Ibrahimi, Washington.